Lideri i opozitës Sali Berisha paralajmëroi kryeministrin Rama të heqë dorë nga kërcënimet ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që kanë ndërmarrë veprime për goditjen e korrupsionit shtetëror. Gjatë një takimi me Federatën e Opozitës së Bashkuar, Berisha u shpreh se Edi Rama u ka shpallur luftë prokurorëve, ndërsa paralajmëroi se çdo kërcënim ndaj tyre kryeministri do të ketë përgjegjësi personale. Lideri demokrat shprehu mbështetjen e opozitës ndaj çdo punonjësi të zbatimit të ligjit. Nuk e di a keni dëgjuar ju apo jo. Njeriu më i afërt, goja e tij po thuj, fliste sot për luftë. Luftë thoshte, sepse prokuroria po sulmon gratë e pushtetit. Duhet të denancoj çdo formë kërcënimi ndaj punojësve të zbatimit ligjit dhe familjarëve të tyre. Dhe ta garantoj Edi Ramën se për çdo akt ndaj tyre për opozitën shqiptare ai do ketë përgjegjësi personale. Shpreh mbështetjen e plot të opozitës shqiptare për çdo punojës të zbatimit ligjit, punojës policie. Gjatë fjalës së tij, Berisha ngriti akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëses së tij Belinda Balluku se po prishin prova që implikojnë në afera të rënda korruptive, ndërsa shtoi se qeveria është ndërruar në një organizat që merr peng biznesmenët. E çon gjykat kushtetuese dhe merret një vendim gjykati pa ndëgjuar ndonjëherë për t'i heqë pezullimin dhe ka 10 ditë që ditë e natë falsifikon dhe modifikon provat. Unë përgëzoj vendimin e prokurorisë për të kërkuar arrestimin, heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj, si kusht për të mbrojtur interesin publik. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që në një ndërmarrje private të ketë patur 3 pegmarrje brenda 6 muajve. Për tendrat rrëmbehen 3 biznesmen. Lideri demokrat akuzoi zyrtarët e qeverisë, përfshirë kryeministrin Rama, Belinda Ballukun apo Erion Veliajin, se nëpërmjet korrupsionit apo trafikut të drogës kanë vënë pasuri të mëdha që i kanë fshehur. 300 apartamente, thon media, ka Belinda Balluku. Ja çdo imagjinate. Po nëse Belinda ka 300, ju garantoj që Edi Rama ka të paktën 1000. Janë faktuar lidhjet me drogë. Një gazetë prestigjioze amerikane shkruante se disa agjenci zbulimi i kanë thënë asaj gazete se përfitues kryesor i klaneve të drogës është Edi Rama. Berisha u bëri thirrje partive opozitare dhe qytetarëve që të bashkohen në protestën e 22 dhjetorit në Tiranë, ndërsa paralajmëroi për shkallëzim të revoltës në Grevurie. Është thirr data 22, protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me të gjitha format. Nëse ne vendosim të përmbushim misionin tonë. Edhe ne jemi të vendosur ta përmbushim. Në përfundim, lideri i opozitës Sali Berisha u shpreh se kjo betejë kundër qeverisë do të fitohet nga të rinj, ndërsa u shpreh se për garantimin e zgjedhjeve të lira do të kërkohet krijimi një qeverie teknike.